Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën ja si të largoni dhimbjet e mesit pa nevojën e ilaçeve. Të paktën 80% e njerëzve e kanë provuar një herë në jetë dhimbjen e mesit me të gjithë intensitetin e saj. Dhimbja e mesit dhe e shpinës është një shenjë paralajmëruese për anomali të shtyllës kurrizore dhe shpesh vjen si pasojë e qëndrimit jo të rregullt të trupit. Në ditët e sotme, shumica e trajtimeve për dhimbjen e mesit dhe të shpinës kanë të bëjnë me medikamente siç është aspirina apo qetësuesit e ngjashëm, por disa syresh janë shumë më të rënda dhe mund të kenë edhe efekte anësore. Fillimi i trajtimit të këtyre dhimbjeve nis duke identifikuar shkakun. Shkaqet më kryesore të dhimbjes së mesit kanë të bëjnë me mungesën e aktivitetit fizik, kontraktimet muskulare, qëndrimi jo i rregullt i trupit, artriti, këpucë jo të rehatshme, shtatzania, obeziteti, stresi emocional, fjetja në dyshek jo cilësor dhe konstipacioni. Ushqimet më të mira për dhimbjen e mesit. Në qoftë se ju dëshironi që të hiqni qafe dhimbjet e mesit dhe nga ana tjetër të parandaloni shfaqjen e saj në të ardhmen e afërt, atëherë ushqyerja e shëndetshme është tepër e rëndësishme. Dhe nga ana tjetër, ju sugjerojmë që të konsumoni produkte për të paksuar ose për të zhdukur dhimbjen e mesit. Ushqimet më shumë fiber. Konstipacioni gjithashtu mundet të përshkallëzojë dhimbjen e mesit, ndaj konsumoni shumë fruta, perime dhe drithra të cilat janë të pasura me fiber, siç mund të jenë mjedra, dardha, molla, makaronat, drithrat e plota, fasulet e zeza, elbi, argjinaria dhe brokoli. Uji dhe dehidratimi. Dehidratimi shton gjithashtu dhimbjen e mesit, ndaj shmangeni atë duke pirë deri në 8 gota me ujë në ditë. Ushqimet e pasura gjithashtu me kalium. Kaliumi arrin që të zvogëlojë ëndjet, ndaj konsumoni perime, barishte, avokado, banane, lëng të arrës të kokosit dhe produkte të fermentuara bulmeti. Yndyrrat e omega 3. Peshqit e oqeanit dhe farat e linit janë të pasura me omega 3 që ulin gjithashtu inflamacionin dhe njëkohësisht të dhimbjet. Proteinat. Zgjidhni mishin e pulës, gjelit të detit ose mishrat me pak yndyrë që i japin organizmit proteinat e duhura për shëndetin e muskujve dhe të kockave. Ushqimet që ju duhet të shmangni. Sheqeri. Sheqeri shkakton inflamacion dhe rritë gjithashtu dhimbjen. Alkool. Pijet alkolike përkeqësojnë gjithashtu inflamacionin. Kafeina dehidraton dhe gjithashtu rrit inflamacionin. Mos pini më shumë ujë se 1 filxhan kafe në ditë ose hiqni dorë plotësisht prej tyre. Yndyrrat e ngopura. Këto yndyra rrisin gjithashtu inflamacionin dhe dhimbjet. Kaloritë e tepërta. Dhimbjet e shpinës përshkallëzohen gjithashtu edhe nga mbi pesha. Këto janë kurat natyrale për dhimbjen e mesit. Vaj i peshkut 2000 mg në ditë, shafrani i indis 1000 mg në ditë, magnezi 400 deri në 500 mg në ditë. Ky mineral njihet si minerali i qetësisë sepse qetëson muskujt dhe gjithashtu ul stresin. Vaj esencial i mentes dhe vajra të tjerë me përmbajtje mentoli janë analgjezik dhe gjithashtu qetësojnë inflamacionin në kyçe dhe në dhimbjet e mesit. Përzini këto vajra me vaj të arrës së kokosit dhe fërkoni zonën e dhimbjes. Vaj i qiparisit gjithashtu lufton inflamacionin dhe përmirëson gjithashtu qarkullimin tuaj të gjakut, duke ulur dhimbjet e mesit në të njëjtën kohë. Gjithashtu, këtu do t'ju tregojmë edhe recetën natyrale e cila lufton në dhimbjet e mesit. Miliona njerëz në mbar botën përjetojnë në dhimbje shpine
dhimbje në këmbë dhe ny për shkak të stilit të jetesës së tyre të ulur. Sipas statistikave, 1/3 e të rriturve në botë kanë përjetuar gjithashtu dhimbje shpine dhe qafe gjatë këtyre 30 ditëve të fundit. Këto dhimbje janë shkaktuar nga pasiviteti fizik, por edhe nga kushtet inflamatore të tilla si osteoartrit, artriti reumatoid, artriti, bursiti dhe përdhesi, si edhe shtrëmbërime ose lëndime. Por ka një zgjidhje e cila është krejtësisht natyrore. Atëherë, ju duhet që të përdorni këtë recetë, pasi mjekët thonë se dhimbja mundet që të pushojë në vetëm disa ditë. Gjysma e pacientëve përjetojnë në dhimbje të shpinës, por pasi e kanë përdorur këtë recetë, ata janë shprehur se përjetojnë një lehtësim të shpinës brenda plot 15 ditëve, ndërsa 90% kanë raportuar një lehtësim pas 3 muajsh, pavarësisht nga trajtimi i tyre. Dhimbja e shpinës gjithashtu është një gjendje e cila do të mbajë larg kryerjes së obligimeve tuaja të përditshme. Për fat të mirë ekziston një ilaç natyror i madh kundër dhimbjes që përmban vetëm 3 përbërës: fiq, kumbullat e thara dhe gjithashtu kajsi. Çdo natë para se ju të shkoni në shtrat duhet të konsumoni një fik, një kajsi dhe gjithashtu 5 kumbulla. Përsëriteni procesin për 2 muaj dhe do të jeni në fund më të lirë nga dhimbja. Shkaqet e dhimbjeve të shpinës munden që të jenë të shumta dhe gjithashtu komplekse, por ka disa gjëra të cilat ju mund t'i bëni për të lehtësuar ato në mënyrë që të mos përkeqësohen. Çdo lëvizje e rekomanduar nga ekspertët ka të bëjë pikërisht me lehtësimin e presionit dhe gjithashtu me uljen e tensionit, mbrojtjen e shtyllës kurrizore dhe gjithashtu forcimin e muskujve. Vendosni një jastëk nën gjunjë. Nëse jeni shtrirë, atëherë për të shmangur presionin shtesë në pjesën e poshtme të shpinës, duhet që t'i keni këmbët pak të ngritura. Kjo arrihet duke vendosur një jastëk nën gjunjë duke reduktuar presionin në pjesën e poshtme të shpinës me 50%. Ndryshoni këpucët. Për të shmangur dhimbjet e shpinës, vishni këpucë të rehatshme me tak më të ulët. Thembra nuk duhet të kalojë 2.5 cm, veçanërisht kur qëndroni në këmbë për një kohë të gjatë. Drejtoni shpinën. Mos i përkulni shpatullat tuaja, pavarësisht në qoftë se jeni ulur ose në këmbë, siguroni që shpina juaj të jetë drejtë. Përndryshe, ngarkohet shtylla kurrizore, veçanërisht beli. Nëse është e nevojshme, atëherë vendosni një jastëk në karrige për të shtrirë shtyllën tuaj kurrizore. Gjithashtu, mos pini duhan. Duhan pirsit kanë më shumë gjasa që të përjetojnë dhimbje shpine se sa jo duhan pirsit. Pirja e duhanit gjithashtu arrin gjithashtu të reduktojë oksigjenimin e gjakut, pra dhe ushqimin e muskujve dhe tendinave, duke rritur cënueshmërinë e shpinës. Mos mbani peshë vetëm në një anë. Shmangni mbajtjen e stendeve të rënda dhe nëse nuk mund ta shmangni, siguroni që ta ndani peshën midis 2 krahëve ose shpatullave. Në qoftë se keni çanta, ndajni ato në 2 duar. Gjithashtu, kur mbani stende të rënda, mbajini gjunjët tuaj pak të përkulur. Bëni shtriqe. Mos e humbisni mundësinë për t'u zgjatur, për shembull kur zgjoheni në mëngjes, pas orëve të gjata të qëndrimit ulur ose në këmbë në një pozicion të caktuar. Shtriqa përmirëson qarkullimin e gjakut në shtyllën kurrizore dhe lehtëson shqetësimet e vogla për shkak të mungesës së lëvizjes. Mirëpo, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona
që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.